Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Diskutimi në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut të projektit Safe City vijon të shkaktoj debate mes partive politike. Nga opozita, Bashkimi Demokratik për Integrim deklaroi se nuk voton propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kundravajtje. Koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Ajdari, adresoi disa nga kërkesat për ndryshime. Me miratimin e këtij ligji pritet që nga 1 shkurti të fillojë zbatim funksionimi i sistemit Safe City. Alianca për shqiptarët shpreh shqetësime serioze sociale dhe kushtetuese për ligjin për kundravajtje dhe zbatimin e projektit Safe City. Sipas saj, ligji nuk respekton përdorimin e gjuhëve, dënimet janë disproporcionale dhe projekti zbatohet vetëm në disa qytete duke krijuar padrejtësi dhe diskriminim. Alianca kërkon rishikim, debat publik dhe zbatim të barabartë në të gjithë vendin. Sipas saj, siguria në komunikacion është e rëndësishme dhe domosdoshme, por ajo nuk duhet të realizohet në kuristë të mirëqenies dhe jetesës së qytetarëve përmes dënimeve disproporcionale dhe pandjeshmërisë sociale. Deputeti i Lëvizjes Populli Skënder Recep Zejdi është rreshtuar kundër projektit Safe City. Përmes rrjeteve sociale ai deklaron se është pro sigurisë së qytetarëve, por kundër mënyrës se si po zbatohet ky sistem. Sipas tij, projekti është i papërshtatshëm për realitetin për shkak të infrastrukturës së dobët rrugore ndëshkues dhe synon mbushjen e buxhetit përmes gjobave. Krahas asaj, Recepi cilëson projektin antikushtetues duke theksuar se në Shkup, Kumanov dhe Tetov, gjua shqipe është zyrtare, ndërsa software i sistemit është përgatitur vetëm në gjuhën maqedonase, çka sipas tij do të sjellë kosto shtesë dhe barë financiare për buxhetin e shtetit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hapja për herë të dytë e shtëpisë së Kosovës në Davos të Zvicrës, ku zhvillohet dhe forumi ekonomik, kryeministri në detyrë Albin Kurti e komentoi si moment i rëndësishëm. Synimi mbetet paraqitja përpara organizatave ndërkombëtare të mundësive për investime ekonomike dhe për shkëmbime tregtare. Ne këtu në njërin anë prezantojmë kulturën, identitetin dhe atë se kush jemi, ndërkaq në anën tjetër gjithashtu i prezantojmë edhe mundësitë për investime ekonomike, për shkëmbime tregtare dhe për bashkëpunime të gjitha llojeve. Pra, tregojmë edhe atë se çfarë mund të bëjmë bashkë përveç se kush jemi. Për kreun e qeverisë Kosovës është e rëndësishme që ky vend të mbetet tërheqës për afrimin e investimeve të huaja. Vjem e vajza të ri në shtëpinë e Kosovës, po mirëpresin si në një vatër të talentit, shumë ndërmarrës ndërkombëtar prestigjioz, dhe po ju tregojmë për mundësitë që ata të vinë në Kosovë, ku ekziston një rini e talentuar, energjike dhe e cila është njohëse e shumë gjuhëve të huaja. Korporata Elektroenergjitike e Kosovës realizon 97% të planit vjetor të prodhimit të energjisë elektrike për vitin 2025. Në bilancin vjetor energjetik thuhet se ky rezultat është arritur pas modernizimit të turbinave në njësinë B2, si dhe zbatimin e projekteve kapitale në njësinë B1, B2 dhe A3, duke siguruar funksionim të qëndrueshëm dhe të sigurt të sistemit energjetik kombëtar. Në raportin vjetor thuhet se periudhat me realizimin më të ulët lidhen drejt për drejt me fazat intensive të modernizimit dhe remonteve të planifikuara. Ekonomia shqiptare shënoi një rritje prej 3.75% gjatë 3 mujorit të tretë të vitit 2025. Ministra Adelina Ibrahimaj deklaroi se gjatë vitit që lan pas, ekonomia tregoi stabilitet dhe vijoi rritje e sektorit privat. Ky nivel të ardhurash dhe ky nivel rritje vjen në një kuadër politik ku nuk ka pasur rritje të barës fiskale, pra tregon që rritja ekonomike është e pasqyruar në rritjen e aktivitetit ekonomik të bizneseve dhe gjithashtu të gjitha përpjekjet e Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve për të ulur informalitetin kanë dhënë rezultatin e tyre. Borxhi publik ka ardhur në ulje duke arritur në 53.4% në 3 mujorin e tretë të vitit 2025. Të tjerë element të cilët nuk garantojnë vetëm rritje, por qëndrueshmëri dhe stabilitet të ekonomisë shqiptare, janë borxhi publik, i cili është një tregues kryesor për të matur stabilitetin fiskal të ekonomisë shqiptare, ka ardhur në reduktim përgjatë gjithë viteve të fundit dhe në 3 mujorin e tretë të vitit 2025 ishte 53.4%. Për 11 mujorin e vitit që lan pas, të ardhurat buxhetore arritën në 688 miliard lek, ose 6.3% më shumë krahasuar me një vit më parë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.